dy tabore, pro dhe kundër Abdigjikut, si e keni parë këtë pjesë? Tash kur ka garë Kemi kërku edhe në shkresën në kërkesën tonë për mbajtjen e kuvendit, pra presim që sa delegatët duke qenë të lirë të votojnë për ndryshimet në lidhjen demokratike të Kosovës. Unë nuk kam pas një presion as gjatë tjetër, unë mendoj që delegatët e LDK-s votojnë sipas bindjeve tyre pavarësisht presionit. A keni votat e mjaftueshme? Ta shohim, faleminderit. Ishte ky Florian Dushi, Fidan, të vazhdojmë aty dhe ta komentojmë pak a shumë edhe deklarata cilat po i bëjnë para se të hynë në kuvend. Edhe Florian Dushi ishte një prej atyre që ka kërkuar shkarkimin e Abdigjikut. Pikërisht të nisëm me diskutu presionin e këto gjitha tjera, por kjo nuk mund të quhet presion, po më besoj të quhet më shumë strategji e secilit kamp politik, sepse këtu është garë tash. Këtu kënë të bëjmë garë,